Në industrinë e ndërtimit dhe dizajnit modern, inoksi është një element që kombinon estetikën dhe funksionalitetin. Një kompani që po bën diferencën në këtë fushë është Inox Style, e cila operon në Shëngjin, duke sjellë cilësi, inovacion dhe precizion në përpunimin e inoksit. Në një treg gjithnjë konkurrues, Inox Style veçohet për përdorimin e teknologjisë më të avancuar dhe materialeve të cilësisë së lartë. Procesi i punës nuk është thjesht një përpunim mekanik, por një art që kërkon precizion, detaje dhe pasion për të sjellë produkte të jashtëzakonshme, dhe këtë e dëshmojnë projektet e suksesshme dhe klientët e kënaqur. Këtu pranë jam me Gëzim Çuni, administrator të Inox Style, e cila qëndron në përpunimin, montimin e inoksit. Gëzim, përshëndetje. Përshëndetje. Jam me Gëzim Çuni, administrator, ortak dhe administrator i vetëm i kompanisë Inox Style. Fusha veprimtarisë e së cilës konsiston në përpunimin, furnizim, përpunim dhe vendosje të inoksit, hekurit, duralit, duraluminit, xhamit e tjerë. Pra të gjithë çfarë përfshin një ndërtimi. Po. Do më thënë, jemi një kompani që merret kryesisht për përpunim metalesh. Sa vite keni në treg me Inox Style? Inox Style është një derivat, kompani derivat që do më thënë ka ekzistuar edhe përpara, ka pas një tjetër emër, Albinox, por me kalimin e vitit, kam hyrë si ortak dhe si kompani ka dikun që 15 vjet eksperiencë. Ka punoj që kanë mbi 15 vjet eksperiencë që punojnë në radhë tonë. Cili është vizioni i Inox Style? Vizioni ynë është të ndërtojmë një kompani, kemi ndërtuar dhe përpiqemi ta përmirësojmë standardin e saj të punimeve, shpejtësinë e ekzekutimit të porosive. Mendojmë që të përmirësojmë akoma më tepër cilësinë e punimeve, sepse ne nuk kemi vetëm asemblues produkti, por jemi përpunues i mirëfillt i metaleve. Mund të kisha dëshirë të shihim disa produkte nga afër dhe të diskutojmë më mirë cilësinë dhe modelet që ju ofroni te kompania juaj. Patjetër, natyrisht nuk mund t'i ofrojmë gjitha punimet që bëjmë, por kryesisht ja për shembull shkojmë te kjo rampa këtu. Kjo është një rampë që është bërë për një hotel, i cili krahas shkallëve nuk kishte menduar të bënte rampën e zbritjes për karrocat për invalid, karroca për fëmijë dhe na ka kërkuar të bëjmë të bëjmë një rampë me strukturë metalike, pra një rampë jo e predispozuar në strukturën bazë. Por parmakët duhet të jenë inoksi. Parmakët natyrisht janë inoks, sepse edhe parmakët marrë hoteli i ka me strukturë inoksi, me metalin e inoksit. Dhe natyrisht ja kemi përshtat që të krijojmë një sintoni nga jashtë edhe brenda objektit. Këtu besoj kemi produktet më të kërkuara tek kompania juaj. Produktet që tendencialisht njerëzit e kërkojnë, ndonse e njohin pak si produkt, por këto janë produktet më të kërkuara. Për shembull, kjo është një tip shkalle, domethënë është parmak, është një fragment i një parmak shkalle me inox 304 L. Edhe kjo është një fragment tjetër model. Këto janë modelet tendencialisht vendet perëndimore kanë nxjerrë nga prodhimi për shkak se vendosja paralele mund të përdoret si shkallë nga fëmijët dhe mund të jetë e rrezikshme për fëmijët, si më thënë, për të vezlit. Ndërsa kjo është më e kërkuar si shkallë, si model, për shkak se nuk e lejon atë, si më thënë, atë anomalinë që e shkakton të tjetra, versioni tjetër. Ju keni shumë modele, këtë
këtu, besoj që ju i përgjigjeni kërkesave të klientëve. Apo keni modelet e juja dhe juaj ja pasqyroni? Ne kemi modelet tona, por ka dhe shumë klientë që vinë me foto, i gjenë në rrjetet sociale dhe propozojnë ato modele. Natyrisht ne jemi të aftë ta realizojmë, për shkak sepse ne nuk punojmë me mekanizma të gatshëm, por jemi përpunues, pra i presim, i tornojmë produktet, i saldojmë, domethënë sepse ne jemi mbas 10 vetë në Shqipëri që është përpunues Inoxi me saldim, jo me aksesor të gatshëm. Pra që do thotë, çdo gjë pritet për masa, saldohet, përpunohet derisa të arrijmë atë çfarë klienti kërkon. Pra kjo është një zgjidhje shumë e mirë, përveç se cilësisë së produktit, klienti mund të gjejë dhe modelit duke u përshtatur arkitektit apo arredimit që ai ka për subjektin. Patjetër, shumë klient ofrohen me projekt inicial, pra që arkitekti e ka projektuar në një farë mënyre dhe ofrohet kryesisht shumica kërkojnë, mundohen t'i referohen në modelit e bazë, por se Inoxi si metal nuk është se ofrohet shumë, edhe nga arkitekt. Për shkak se sipas mendimit tim, është një produkt që nuk njihet thellë, domethënë nuk ja din vlerë. Por kryesisht njerëzit, klientët tonë, sidomos hotele, ndërtimet shumëkaqe, vinë me projektet e gatshme. Dhe natyrisht është bërë dhe për llogaritja e bazamentit ku do kapet Inoxi, sepse ka shumë rëndësi bazamenti. Është një lloj si një ndërtesë, do të ketë themelet e forta. Po përmendim Inoxi dhe the që nuk e njohin shumë. Pse njerëzit duhet të përzgjedhin Inoxin? Çfarë veçantish ka ky metal? Inox është një metal derivat i hekurit, është produkt modern, që normal me zhvillimin e teknologjisë është prodhuar dhe ai garanton fortësi, shumë fishe në krahasim me metalet e tjera, garanton elasticitet, krahasim me metalet, për shembull me hekurin dhe metalet e tjera, dhe përveç saj garanton rezistencë ndër vite, jo ndër vite, është një metal i përjetshëm. Plus garanton një higjen produkti, sepse ai ka një nivel poroziteti shumë të ulët dhe si rrjedhoj nuk thith papastërtira, nuk i mban pa papastërtirat, është lehtësisht i pastrueshëm, mjafton një uthull molle. Nëse produktet tjera kërkojnë produktet përshtatshme, përkatëse, aty mjafton një uthull e thjesht, një uthull molle, rrushi e tjerë për ta pastruar, sepse ai nuk është se ndryshket, ai thjesht i hiqen ato papastërtirat që ai mund të ketë si rrjedhoje plurave e papastërtive të natyrës. Pra një metal goxha rezistent. Është shumë rezistent. Domethënë Inoxi mund të ndrohet vetëm se mërzitesh me te, jo se ai nuk kërkon mirëmbajtje, pra ka një kosto të madhe fillestare, por është një produkt që nuk ka nevojë për mirëmbajtje. Përveç kësaj, ai zbukurohet ndër vite. Në vend që gjitha metalet e tjera ndër vite zbehet bukuria, kërkojnë mirëmbajtje e amortizohet, Inoxi është një metal që nuk amortizohet dhe përveç saj ai në vend që të vjerë e të konsumohet, ai zbukurohet, bëhet për ditë më i bukur. Do të thonë që nga një investim shumë i zgjuar, ndërtimi me Inox. Po. Është një investim shumë i zgjuar, sepse thash e përsëris, është një produkt që mbase fillimisht, por po të llogarisëm se unë nuk duhet të bëj konkurrencë produkteve, por po të marrim një hekur që dikush e kërkon, se të du hekur, por e du me pjekje. Është një produkt, sipas njerëzve, unë për të shiti kam të dy, që unë të shes edhe Inoxin edhe hekurin me pjekje, por që të bësh një produkt cilësor
asnjëherë as 10% të produktit inoksit, por themi që të bësh një produkt cilësor hekuri, duhet bësh përpunimin, galvanizimin e hekurit dhe pjekjen finale me bojë, sepse dikush e shkurton galvanizimin dhe merr hekurin e fut në furrë me pjekje, e gjyros me pjekje dhe sipas tij ka zgjidhur problemin. Kjo është një problem i zgjidhur përkohësisht, që për më tepër me kalimin e kohës ti nuk mund e lysh më me bojë normale, sepse atë e ke ly me pjekje, nuk e ke ly me penel ose me kompresor ose mënyra tjera lyerje. Pra, plus se ka dhe një kosto më të lartë mirëmbajtje. Pikërisht. Përveç se një hekur i galvanizuar dhe i lyer me pjekje, që përsëris as 10% të vlerës inoksit nuk e ka, as rezistencën, përveç kësaj, ky kërkon mirëmbajtje. Në kalimin e viteve fillojnë vështrohen rrjedhjet e nryshkut e tjerë, sepse është hekur. Nuk është pasuruar, siç është inoksi. Dhe s'do ketë të njëjtën bukuri siç është vënë me Sigurisht. kalimin. Dhe vjen amortizohet, konsumohet, boja një membranë është që mbështjell një metal, pra ka një si më thënë, një cikël rezistence. Ndaj dhe unë përsëris duhet i shes të dyja, por nuk duhet i bëj anti-reklam produkteve, sepse të gjitha janë produktet e mia, por ajo që i sugjeroj sot tregut, sidomos tregut vijës bregdetare, ndërtimet që janë në vijën bregdetare e kanë të domosdoshme inoksin, jo më luks, siç e kanë konceptuar deri dje, por është një domosdoshmëri, sepse vija bregdetare për shkak të kryparave dhe jodit është shumë korrozive ndaj metaleve. Mendojnë ndërtuesit që galvanizimi i aluminit, për shembull, se tendencialisht përdorin alumin me balaustra, me kanal me ujë thonë, ose shinë aluminit, me thënë termin e thjesht, mendojnë që galvanizimi i aluminit mund të shkaktojë një rezistencë X. Alumini është një metal i butë, për sa të jetë gramaturë e lartë, edhe pse është i galvanizuar, me kalimin e kohës ai humbet ngjyrën, ai humbet bukurinë, bëhet, sepse është një metal sa do të jetë galvanizuar, ai është prap poroz. Dhe me kalimin e viteve vjen e zbehet si produkt. Fillon e mban njolla, domethënë shpërfytyrohet si produkt, krahasuar normal me inoksin. Ju jeni një kompani që nuk jeni vetëm në montim, por jeni në përpunimin e inoksit. Si e siguron qëndrueshmërinë, cilësinë e inoksit? Çfarë teknologjie përdorni? Ne faktikisht në plan të parë ndukemi si një kompani që bën përpunim industrial, por ne është krejt e kundërta. Jemi një kompani që bën një përpunim artizanal. Përdorim pajisjet e duhura për saldimin e metaleve, sepse ka ikë koha e elektrodes, por ne produktet tona i prodhojmë në mënyrë artizanale. Pra, do me thënë, bëhet çdo gjë me porosi, nuk kemi produktet gatshme, formatet gatshme, por e personalizojmë. Pra, për shembull, nëse një balkon është i gjatë 8 metra, ne e ndajmë në proporcion që dalë simetri fasada dhe po të njëjtën gjë bëjmë edhe sikur dalë edhe 10 metra. Domethënë nuk është se jemi të detyruar të punojmë me produkt me formate të gatshme dhe pastaj dikun dalë një copë që mund mos jetë formati eksakt, për shembull se zakonisht tendencialisht janë 1.20 formatet. Po, ato nuk ka se dalë në fund 60, pra kur shikohet fasada është e gjitha simetrike. Pra bëhet një përllogaritje pasi të matet në vend, bëhet një përllogaritje që gjithçka të dalë në mënyrë simetrike dhe perfekte në planin e pamjes. Në planin e qëndrueshmërisë, e fiksimi, pastaj thash, varet shumë nga bazamenti, sepse nuk e kemi gjithçka në dorë ne. Ne kemi në dorë mos ta vendosim produktin, që i themi që ti nëse do në dvesh një X produkt, s'ka rëndësi inox, hekur, durale, etj. Ne
i themi që nëse ti do ta kapësh për shembull në këtë bazament duhet bësh këtë gjë për shkak të rrisim qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e produktit. Këtu kemi disa aksesor alumini, besoj. Ja, pikërisht në këta aksesor së pari tregoj se çfarë janë, pastaj ju them që shikoj çfarë diferencë ka alumini galvanizuar me një metal tjetër, me inoksin që fola. Ja shikoj, ky akoma nuk është montuar, është thjesht i ekspozuar në kushtet e natyrës dhe shikoj që ka humbë shkëlqimin, është bërë opak, është bërë mat, satinaj, nuk e di se si thuhet, por është bërë, domethënë është transformuar si metal. Thash, kjo i bie, ky është produkti im, e prodhoj, e montoj, e përpunoj, por desha të vej në evidencë pastërtinë e inoksit krahasuar me metalet e tjera. Kjo në shinë aluminit, dimensioneve të ndryshme, lartësive të ndryshme, për shkak se këto zakonisht i përdorin hotelet, sepse kanë një kosto shumë të lartë, sepse kushton shumë xhami, edhe këto janë korrimanët e tyre, modelet ndryshme dhe shinat janë modelet ndryshme, sipas buxhetit. Kjo është një shinë aluminit me themër, pra që i rrit qëndrueshmërinë, bazamentin në tokë, në qëllim që mos ketë luhatje, sepse këtu jene sidomos në Shqipëri, e këtu në veri, sidomos në Lezhë frynë shumë, dhe do të ketë shumë bazament produkti. Kjo përsa i përket shinave të alumin, me korrimanët përkatëse, që janë në formë rrethore e tjera. Këtu kemi produktet tona që janë. Kjo është një kokë përdoret për rrëthime, produkt normal ioni. Kjo arrihet me torno, është edhe ky metal inox 304L. Zakonisht e përdorin nëpër kancella, nëpër rrëthime avllish e tjerë. Pra, këtu shohim edhe pastërtinë, qartësinë e produktit. Këtu shohim edhe pastërtinë e metalit, pra do që është i pastër, gjithmonë i pastër, dhe është, si të them ty, edhe pse i ekspozuar në natyrë, nuk ndërhyn, domethënë nuk reagon, thjesht është pa pastërtia mbase, por se pluhri, por nuk vet produkti, siç e shihni, nuk ndryshon. Çfarë produkte kryesisht prodhoni? Cilat janë produktet ose subjektet më të vogla deri tek subjektet më të mëdha që ju keni arritur të punoni? Ndërtojmë parmak për banesa private, vila, pallate, hotele, resorte e tjera. Kemi realizuar disa subjekte këtu në Shëngjin, po edhe në Tiranë, edhe gjithanej. Ka raste që edhe prodhojmë, ka raste, punojmë edhe në Shqipëri, e i prodhojmë këtu dhe shkojmë i montojmë atje. Dhe jashtë vendit. Sidomos privat, që vinë shqiptarë, sidomos që e dinë që ja dinë vlerën, se duke jetuar në Perëndim, ato e dinë se inoksi është për elitar, jo për gjithë, dhe duke qenë se ja dinë vlerën, vinë këtu shohin. Edhe është një produkt që në Itali, për shembull, marr shembull Italinë, që është një shtet lider në fushën e ndërtimit, inoksi i salduar është shumë e vështirë, nuk bëhet. Bëhet vetëm inoksi me aksesor të gatshëm, sepse është e vështirë të gjesh mjeshtra që bëjnë saldimin e inoksit. Sepse është një lloj sikur të kërkosh një kirurg që bën lidhjen e nervave, po themi që është diçka shumë fine, shumë delikate, nuk është një lloj si një saldim tjetër, e kupton që do një mjeshtri të veçantë, do një konstancë, po don edhe tensioni e gjakut ta ketë në rregull. Njeriu sepse po pati luhati i dridhet dora. Mos ndoshta është kjo që ju diferencon nga kompanitë e tjera? Me çfarë jeni konkurrues në treg në krahasim me të tjerë? Mendoj që konkurrenca jonë
dhe politika jo në lidhje me zhvillimin e biznesit ton është cilësia, kryesisht dhe primare është cilësia punimeve, shpejtësia punimeve, asistenca teknike, nuk është që ne realizohet produkti edhe ne se s'duam t'ja dim, përkundrazi e asistojmë klientin, ja sugjerojmë përpara që ta zgjedh produktin, ne i bëjmë sugjerimet tona, pastaj zgjedhjen e ban vetë klienti, por domethënë ne ofrojmë shpejtësi veprimi përveç cilësisë dhe asistencës, edhe shpejtësi në realizim. Sepse sot është shumë e vështirë të gjesh një kompani serioze që prodhon, sidomos në Shqipëri, se tendenca është tani po ikin njerëzit dhe është e vështirë të gjesh edhe punonjës të kualifikuar sidomos në lidhur me këtë profesion kaq të veçantë dhe kaq të bukur, se si saldimi dhe përpunimi i inoksit. Me që përmendëm shpejtësinë, që nga prodhimi deri tek montimi, nga marrja porosisë tek një subjekt deri tek realizimi përfundimtar, sa mund të vonoj që të realizohet? Kjo është në varësitë e sasisë së produktit, sa metra katrore ka, sa sipërfaqe ka, se metra lineare, sepse ne llogarismë metra lineare, se lartësia e parmakut për ne është standard, pastaj dikush e bën edhe 80 cm, por ajo do të jetë paktën mbi 1 metër, 1,5. Është në varësi, në funksion në varësitë e sasisë. Nëse është një porosi shumë e madhe, normal që do në kohën e vet. Por me subjektet private, maksimumi nga momenti i marrjes së porosisë deri në dorëzimin e porosisë mund të shkojë 2 javë, maksimumi për një vil, po themi për një subjekt të madhësisë jo të madhe. Ndërsa nëse është një subjekt, po themi një kompleks që ka metra më shumë, normal që më shkon 1 muaj e gjysmë, varet, sepse thash, varet nga mënyra, nga produkti dhe varet nga sa e lehtë është organizimi i punës, me qëllim që të bëhen gjërat në seri dhe mos të kemi humbje kohe. Përderisa është që nga përpunimi, që nga prodhimi kërkon një organizim. Domethënë që nga prerja, limimi rreth, sepse nuk është thjesht prerje, e presim, e pastrojmë, sepse edhe saldimi, puthitja do të jetë perfekte. Pastrohet vet elementi në fund, pastaj me produktet përkatëse, pastrohet saldimi etj. Domethënë produkti përfundimtar ngjan me një produkt të fabrikuar, edhe pse është bërë me dorë. Plus që ka dhe më shumë garanci kur është i punuar në mënyrë artizanale, në mënyrë të tillë se sa të vinë dhe të montoheshin thjesht. Po, sepse një saldim është shumë më rezistent se sa një vid inoksi. Sepse montimi me aksesor kërkon vidosje, domethënë shpohen dhe vidosen aksesorët. Ndërsa saldimi bëhet gjithçka monolite. Kjo është gjithmonë në varësi të bazamentit, sepse nëse nuk kemi një bazament të përshtatshëm poshtë, nuk pavarësisht se edhe aty e gjejmë zgjidhjen, sepse ne sugjerojmë për shembull kapje horizontale, kapje ballore, i themi ose anësore, me qëllim që puna të dalë sa më cilësore dhe sa më rezistente. Përveç strukturave të metalit, ju keni shërbime ekstra dhe kabinat e dushit për subjektet, apo ja? Po. Ne realizojmë kabinat e dushit të personalizuara në bazë të hapësirave që çdo banjo e klientit ka. Përdorim materialet më cilësore, kryesisht sugjerojmë mekanikizma inoksi, me tiranë të prodhuar artizanalisht, ne ja sugjerojmë pastaj dikush, sepse normal që fabrikimi nuk është një lloj si dora dhe mund ta pëlqej industrial, por tirantet e banjës tani janë të modës, gabinat me xham parete, xham faqe, me një xham me pak fjalë, dhe
ato kanë të domosdoshëm atë tirantin sipër, i cili du t'jetë se zban për shkak të avujve, t'jetë inox, edhe për shkak të mos vibrimit të gabine, të ndoshmërisë të gabines. Besoj dhe cilësia e xhamit do të jetë. Cilësia e xhami është zakonisht, jo zakonisht, po i bëjmë gjithmonë sepse xhami do të jetë i temperuar për shkak se sidomos në burrat kur bëjmë dush lëvizin unaza, ora, Për shkak të shpalljes së aksidenteve. edhe xhami i temperuar është shumë rezistent ndaj përplasjes. Kjo është një gabinë inoksi, xhami me mekanizma inox 316, që është i pa oksidueshëm. Është kaq i pa oksidueshëm sa ta hedhish edhe në det, ta lësh atje ky ashtu siç e hedh, ashtu e gjen. Domethënë nuk është cilësia më e lartë e inoksit. Është edhe kjo e personalizuar, ne për shkak sipërfaqe e kemi bën masën standard, por mund bëhet në drejt këndore, mund bëhet me hapje, sikur është kjo me hapje qendrore, mund të bëhet edhe me një hapje, sepse ndoshta dikush nuk e ka mundësinë, por me bë me hapje të dy anshme, e bëjmë me një hapje, pra domethënë bëhet sipas nevojës dhe ekzigjencës klientit. Plus dhe për femra kjo do jetë edhe më komode, pasi e ruan dhe nga kalcifikimet e ujit. Patjetër. Kjo është komode për shkak është lehtësisht të pastrueshme, pra nuk marrin pa pastërtira dhe normal që është komode për femrat që nuk kërkon mirëmbajtje. Krahasim me një mekanizëm me një gabinë tjetër që është për strukturë alumin, si kjo. Për shembull. Kjo është një gabinë dushi me strukturë alumini që sot në ngjyra zezë është tendencë, e kërkojnë shumë njerëzit, por nuk e dinë se alumini, si sta përsërita, njerëzit mendojnë se me galvanizimin e aluminit është zgjidhur problemi. Çfarë nuk është në strukturën e metalit, pra që është inoksi, sepse aty është përzierje, është një lloj si pllakat që janë të modës të granitet artificiale që janë ngjyrosur masivisht, pra nuk ka një membran, gjithçka ka një membran, është një produkt që amortizohet me kalimin e kohës. Në një industri që po evolon me ritme të shpejta, Inoxtyle nuk ndalet vetëm tek e tashmja. Me plane ambicioze për zgjerim dhe inovacion, ata synojnë të sjellin risi dhe të përmirësojnë akoma më shumë shërbimet që ofrojnë. A keni plane të reja për zhvillimin teknologjik dhe inovacionin në këtë industri? Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Po, mendoj që është në strategjinë tonë zhvillimi e përmirësimi i teknologjisë, por duke mos humbë esencën e kompanisë tonë, sepse ne jemi një kompani që kërkon të zhvilloj maksimalisht prodhimin artizanal, sepse industria nuk e garanton kurrë atë cilësi në produktit që mund t'ja garantoj puna artizanale. Pra do më thënë, tendencialisht, mbase nuk është themelu si kompani, ose të paktën që kur jam unë ortak, i kësaj kompanie nuk e kam mentalitetin shumë të pjesa ekonomike, sa t'i ofroj një diçka të veçantë tregut, një diçka që ndoshta në perëndim e ka nanër, e këto është e realizueshme. Do më thënë, mendoj më shumë të profesionalizohen fuqia punëtore, përmirësohen teknologjia, por pa kalu në industri. Do më thënë, nuk du të bëj garen ose konkurencën e kineze. Kjo është ajo, kupton? Se Kina ka atë efikasitetin e vet. Dhe unë mendoj që ajo ku nuk mund bëjnë konkurrencë tjerët është cilësia, veçantia. Dhe unë mendoj që kjo do të jetë pika ime kryesore në të cilën unë do të udhëhiqem nga parimet nga menaxhimin e biznesit. Si përfundim, çfarë mesazhi do japësh të gjithë atyre që duan të ndërtojnë?
në zgjedhjen e cilësisë? Unë jap një mesazh atyre që duan të ndërtojnë, kur mendojnë me bëni zgjedhje, nuk do të udhëhiqen nga parimi ekonomik. Çmim gjen gjithandej. Cilësia është problem, serioziteti është problem, që nuk gjinet fort kollaj, sidomos në tregun shqiptar. Unë vi nga mentalitet perëndimor, kam punu vazhdimisht edhe me kompani italiane gjithmonë, edhe marrëdhëniet i kam pas me tregun italian, jo shqiptar. Ka një 3-4 vjeç kam hyrë në tregun shqiptar, sepse krahas inox edhe siç e patëm përpunoj edhe mozaik me gur lumi dhe i eksportoj. Dhe mendoj që njerëzit duhet të kërkojnë cilësi, rezistencë, shërbim, korrektësi, asistencë, këshill, konsulencë, sepse nuk është e lehtë të gjesh një subjekt, të gjesh të gjitha atributet që do të ketë një kompani. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Nëse cilësia, qëndrueshmëria dhe eleganca janë 3 elementë që kërkoni për projektin tuaj, atëherë Inox Style është zgjedhja e duhur. Me një ekip profesionistësh dhe një vizion të qartë për të ardhmen, kjo kompani vazhdon të ndërtojë një emër të fortë në tregun shqiptar.